thjeshta. Por thelbi është që parat që duhet shkojnë të fermerët vidhen nga majoranca juaj. Që janë këto diskutime? Këto diskutime bëjni në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, kur mlidhni forumet e Partisë Socialiste, diskutoni me njëri tjetrin. Ky është teatër. Ky është teatër. Nëse nuk ju pëlqen projekt ligji, mos e votoni. Nëse u amban. Që janë këto diskutime 3 orë këtu. Dhe me qëra fjala, zonja kryetare. Tani unë kuptova që unë nuk që nga antar si gjithë të tjerët. Antari zënësues nuk është antar si gjithë të tjerët. Kështu është, nuk jam si gjithë të tjerët. Dakor. Ju nuk I keni ndjekur fare punimet e komisione. Neve jemi duke diskutuar paketën fiskale nem për ne dhe në tërësi. Në diskutimin në parim që u bë paketës fiskale, ju nuk keni qenë fare I ulur këtu. Që kështu këto antarët e komisionit më fal ta mbaroj. Unë nuk ju ndërpreva asnjëherë, vetëm po, dhe kanë të drejtën të marrin fjalën përpara jush për të kuptuar si do funksionojë kjo paketë fiskale. Që kështu bëni durim të prisni radhën. Nga buron kjo. Bëni durim të prisni radhën, që kështu kjo është e para. E dyta, në qoftë se keni gjëra që lidhen me këtë renditje, do ishte mirë që të bënit më aktiv dhe mos e quanit veten ju për neve, se në këtë rast nuk e të bën veten antar të komisionit, po na drejtohesh ju. Dhe vetë e përjashton veten nga antarësia në këtë komision. Dhe prandaj është mirë që kur ulesh këtu me ne, të ndjekësh procedurën që ka komisioni. Do ishte shumë e udhës të punojë me procedurën e komisionit. Prandaj po ju them që nuk jeni antar si gjithë të tjerët, jeni zëvendësues, nuk keni marrë pjesë në seancat paraprake për diskutim. Ne kemi bërë dëgjesa me grupet e interesit dhe kemi lexuar gjithë raportet e komisioneve. Ju asnjëra nga këto s'keni bërë me ne. Mund t'i keni bërë për hesapin tuaj, po me ne asnjëherë, që kështu fjalën e keni mbasi të sqarojmë ne që po punojmë për këtë gjë. Në qoftë se jam e qartun. Tani zoti Brashi. Jo, s'ka mbaruar, zonja kryetare, më ndërpret fjalën. Tani ju mendoni se nuk të jemi në shkollë ose në një kopësht dhe ju mbani mungesat dhe thoni kush ka ardhur më shumë, do flasim më shumë. Ju lutem zonja kryetare, mos e bëni këtë komision qesharak më shumë se ç'është. Nuk janë mungesat, tani flasim qetëso. Jo, nuk po flasim me kryetarin, qetëso. Atë 5 minuta pushim.